26 gusht. Shpëtimtari i duruar. Ata e quan dhe i thanë: Mësues, nuk merakosesh ti që po humbasim? Dhe si u zgjua, qortoi erën dhe i tha detit: Hesht, pusho. Dhe era ra dhe u bë bunace madhe. Dhe u tha atyre: Pse jeni frikacak? Ende nuk keni besim? Marku 4:38 deri në 40. Kur stuhia po vlonte dhe dishepujt u friksuan, Jezusi shfaqi jo vetëm paqe, por edhe durim në reagimin e tij ndaj tyre. Ata i kishin akuzuar Jezusin se nuk po merakosej që ata po humbisnin. Megjithatë, qortimi i tij nuk ishte ndaj tyre, por ndaj erës dhe valeve. Kjo është e jashtëzakonshme. Asnjë mësues nuk ishte pasur nxënës kaq të meftë sa Jezusi. E megjithatë, nuk ka pasur nxënës të tjerë që të kenë pasur një mësues më të duruar dhe më falës se sa ata. Edhe pse durimi i Jezusit u tregua në këtë rast, sigurisht që ai nuk ishte ekskluziv vetëm për të. Gjatë gjithë shërbesës së tij, Jezusi tregoi vazhdimisht durim kur reagoi ndaj ndjenjave dhe dështimeve të dishepujve të tij. Te Marku 6, pasi Jezusi kishte ushqyer 5.000 veta me 5 bukë dhe 2 peshq, dishepujt dyshuan kur e pan duke ecur mbi ujë. E megjithatë, ai u përgjigj me dashuri: Kuraj, unë jam, mos u friksoni. Marku 6:50. Më vonë, Jezusi i udhëzoi vazhdimisht në lidhje me domosdoshmërinë dhe qëllimin e vdekjes së tij. Pavarësisht nga fakti që ata nuk ishin të përulur dhe as nuk e kuptonin. 8:31 deri në 33. 9:30 deri në 32. 10:32 deri në 34. Pasi Jezusi u ringjall, ai as që i qortoi dishepujt që u befasuan nga ringjallja, për të cilën ai u kishte para treguar. Përkundrazi, me gëzim dhe qetësi, ai u bëri pyetje që i nxitën të mendonin dhe u zbuloi identitetin e tij të vërtet. Besimin ton të dobët e shohim të reflektuar te dishepujt. Nëse do të kishim qenë me ta, ka të ngjarë që edhe ne do të ishim fshehur nga frika dhe do t'i kishim shprehur dyshimet dhe akuzat tona ndaj Jezusit. Megjithatë, edhe sot Krishti vazhdon të tregohet i duruar në frikërat dhe dyshimet tona. Ai nuk na hedh poshtë për shkak të një çasti mosbesimi. Ai nuk na braktis për shkak të frikës sonë. Nuk ka asnjë mësues tjetër si ai. Prandaj, si përfitues të durimit të madh të Krishtit, le të tregojmë të njëjtin durim ndaj të tjerëve. Nëse je prind, trajner, menaxher, udhëheqës shërbese, mësues ose thjesht mik, kujto shembullin e Jezusit. Nëse duam që Perëndia ta tolerojë besimin ton të lëkundur, atëherë edhe ne duhet të përpiqemi të tregojmë të njëjtin durim ndaj të tjerëve dhe ndaj vetes. Megjithatë, mbi gjithçka tjetër, ne nuk kemi thirrur që të ndjekim shembullin e Jezusit, por që të kënaqemi me përsosmëritë e tij. Durimi i tij nuk do të mbarojë kurrë. Ai nuk ish përfill dhe as nuk i braktis kurrë ata që janë nën kujdesin e tij. Mëkatet dhe përleshjet tuaja nuk mund ta shtyjnë dot atë përtej saqeve të durimit të tij. Ai do të tregohet i duruar me ty sot. Ai është shpëtimtari yt, shpenguesi yt, mësuesi yt gjithmonë i duruar. Jezusi yt.